Pse populli nuk është as i mbrojtur as i përfaqësuar? A janë imun njerëzit përballë mekanizmave dhe mjeteve që përdor klasa politike për të arritur qëllimet e saj? Në një farë mënyre, populli as nuk është realisht i mbrojtur, as nuk është i përfaqësuar, por thjesht i menaxhuar. Ai mbahet në iluzionin e mbrojtjes dhe përfaqësimit, por në realitet mbetet një spektator i pafuqishëm, i përdorur si justifikim për vendime që nuk i shërbejnë interesave të tij. Shteti në demokraci pretendohet se ekziston për të mbrojtur qytetarët, por në të vërtetë mbrojtja ligjore është selektive, sepse ligji nuk është gjithmonë i barabartë për të gjithë. Të fuqishmit dhe të pasurit gjejnë mënyra për t'u shmangur përgjegjësive, ndërsa qytetari i zakonshëm mbetet viktimë e sistemit. Sistemet ekonomike nuk e favorizojnë popullin. Kësaj, ndërsa flitet për mirëqenie sociale, politikat shpesh favorizojnë oligarkët dhe elitat, duke krijuar pabarazi. Shteti është i fortë me të dobtit dhe i dobët me të fortët. Kur vjen puna te qytetarët e zakonshëm, shteti imponon rregulla strikte, taksa dhe ndëshkime, por kur është fjala për oligarkët, politikanët apo krimin e organizuar, ai tregohet sa si shumë dorëlëshuar ose indiferent. Në letër, qytetarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Në realitet, ata nuk përfaqësojnë popullin, por interesat që i kanë financuar dhe kanë sjellë në pushtet. Politikanët nuk janë zëri i popullit, por i lobistëve. Ata që financojnë fushatat zgjedhore janë ata që realisht vendosin mbi fatin e politikbërjes. Vota nuk përkthehet në vendimmarrje reale, pasi vota hidhet, qytetari nuk ka me kontroll mbi qeverisjen. Një qeveri mund të veprojë krejt ndryshe, për çfarë ka premtuar dhe nuk ka mekanizma të forta për ta ndaluar. Opozita është shpesh një teatër. Ata që sot bërtasin për padrejtësi janë të njëjtët që kur ishin në pushtet bën të njëjtat gjëra. Ndaj përfaqësimi politik është vetëm një ndryshim i roleve, jo i vlerave apo i praktikave të shtetbërjes. Pse populli nuk është as i mbrojtur as i përfaqësuar? Sepse ai nuk është aktori kryesor në politik, por mjeti legjitimues i një strukture që përdor atë vetëm për interesat të tjera. Ai mbrohet vetëm aq sa është e nevojshme për të ruajtur stabilitetin dhe për të shmangur revoltat. Ai përfaqësohet vetëm aq sa ndihet sikur ka zë, por pa pasur ndikim real në vendimet që prekin jetën e tij. Vetëm nëse populli ndërgjegjësohet, refuzon që të jetë manipuluar dhe kërkon mekanizma më të fuqishme kontrolli ndaj atyre që qeverisin, vetëm atëherë mund të ketë shanse. Përndryshe, ai do të mbetet një pion i përdorshëm, një lojë që nuk e kontrollon dot.